Një pronar i një lokali të qashia vjetër në Gjakov, mëngjesin e sotëm ka shtënë me armë zjarri drejt një klienti, pas një mosmarrëveshje, me që rast e ka lënë të vdekur. Në këtë rast i plagosur ka mbetur edhe një person. Zëdhënësi i policisë rajonale në Gjakov, Sheremet Elezaj, ka treguar se ngjarja ndodhi rreth orës 5:30, ndërkaq në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhojat e plumbave, si dhe një armë e ftohtë. Elezaj ka deklaruar se personi i plagosur është dërguar për trajtim mjekësor. Njësitë përkatëse policore ai ka shtuar se janë përgjigjur më njëherë rastit dhe është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka dalë në vendin e ngjarjes. Për rastin ka folur edhe zëdhënësi i prokurorisë themelore të Gjakovës, Drin Domi. Domi ka treguar se i dyshuari është identifikuar dhe po vazhdojnë kërkimet për kapjen e tij. Gjatë ditës së sotme me çmimi për 1 litër naftë në tregu me pakicë në Kosovë ka arritur deri në €1.60. Këtë e ka konfirmuar edhe kryetari i shoqatës së naftetarëve, Fadil Berjani, i cili ka treguar se varësisht nga kompanitë në Kosovë çmimi për naftë sillet nga €1.53 deri në €1.60 për litër, ndërkaq benzina nga €1.34 deri në €1.38 për litër. Rritja po vazhdon si pasojë e përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme. Me 5 mars ka hyrë në fuqi vendimi i Ministrisë së Tregtisë, Industrisë e Ndërmarrësisë për caktimin e marzhës tregtare. Prokurori në prokurorinë themelore në Prishtinë, Jeton Koca, ka dhënë ndërheqje për arsye personale, të cilat ai nuk ka pranuar t'i bëjë publike. Ndërheqjen e tij e ka miratuar Këshilli Prokurorial i Kosovës me 5 vota për. Zëvendës kryesuesi i KPK-s, Dardan Vuniqi, shprehu mirënjohje për kontributin e Kocës në sistemin prokurorial në vend, ndërkaq prokurori special, Milot Krasniqi, tha se është për keqardhje largimi i një prokurori profesional nga sistemi i drejtësisë. Gjithashtu, gjatë mbledhjes është aprovuar edhe ndërheqja e Elza Bajrami Kastratit nga pozita e zëvendës kryeprokurores në prokurorinë themelore në Prishtinë, pas emërimit të saj si anëtare e KPK-s, sipas dispozitave ligjore në fuqi. Filmi i shkurtër Two People Exchanging Salvia, ku luan aktoria me origjinë nga Kosova, Luana Bajrami, është ndëruar me çmimin për filmin më të mirë të shkurtër me aktor në ceremoninë prestigjioze të Academy Awards. Në këtë projekt filmik, Bajrami interpreton rolin kryesor në një histori të vendosur në një Paris të pazakont, ku puthjet janë të ndaluara me ligj. Filmi paraqet një realitet absurd dhe të ftohtë, ku personazhet përballen me rregulla të çuditshme dhe kufizime të pazakonta shoqërore. Bajrami, me origjinë nga fshati Pleshin i Ferizajt, emigroi në Francë në moshën 7 vjeçare. Për këtë sukses, Bajramin e ka uruar edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila ka thënë se Bajrami, një aktore e lindur në Kosovë, përfaqëson më së miri rinin kosovare. Goditje një rezervuar karburanti në aeroport të hënën në mëngjes, duke shkaktuar zjarr dhe duke detyruar pezullimin e përkohshëm të fluturimeve. Më herët në mëngjes, Emirates njoftoi se të gjitha fluturimet e saj drejt aeroportit të Dubait mbetën të pezulluara deri në njoftim të mëtejshëm. Kompania theksoi se po punon me autoritetet për rifillimin e operacioneve sa më shpejt të jetë e mundur dhe i kërkoi udhëtarëve të mos udhtojnë drejt aeroportit. Aeroporti ndërkombëtar i Dubait është aeroporti më i ngarkuar në botë për udhëtime ndërkombëtare dhe një nyje kyçe për shumë fluturime që lidhin lindje me perëndimin.